Duar do kike se nisim zyrtarisht konferenca e ditës botërore të ideve të tjera dhe kam kënaqësinë të prezantoj aty që do prezantoj. Kristina Korën. Të nderuar, të ftuar zonja dhe zotrinj. Mirë se erdhët në këtë aktivitet të rëndësishëm të organizuar nga shoqata Nexhat Albania, me rastin e ditës ndërkombëtare të logjikës dhe ideologjive me 14 janar. Kjo ditë na fton të reflektojmë mbi rolin e logjikës, mendimet kritik dhe pasojat që ideologjive mbyllura dhe represive kanë mbi individin dhe shoqërinë. Sot përmes dëshmive reale dhe analizave profesionale do të dëgjojmë përvoja që na ndihmojnë të kuptojmë më së miri se si ideologjitë e ndryshme mund të shtypin lirinë e mendimit dhe dinjitetin njerëzor. Kam nderin t'ju prezantoj pjesëmarrësit tanë. Dy shantar iranian të larguar nga organizata MEK, Musa Xhaberi dhe Muhamet Reza. Kriminologë e shoqatës Nexhat, zonja Ela Deda. Artisti Nxet. Dhe presidentin e shoqatës Nexhat Albania, zoti Ajdos Sulejmani. Dëshiroj të flasë është i lirë të shprehë mendimin e tij. Ju falenderoj për praninë tuaj dhe ju uroj një aktivitet reflektues dhe domethënës. Fillimisht do të ndiqni një video material dedikuar kësaj dite botërore. E ndjekim.